Miq Prizmës, në politikë gjithmonë është e keqe e madhe, është e shëmtuar shumë kur e para nuk ke sisteme referimi, nuk i referohesh ngjarjeve, ndodhive, politikës kaluar, momenteve të vështira, po edhe të lumtura, jo vetëm politikë, po edhe në historinë e një shoqërie, e një shtetë formimi, e një morali që çohet përmbi politikat e mira ose shkatërrohet me politikat e këqija. Dhe e dyta, që ka shumë rëndësi, kur memoria shkurtohet shumë, kur ajo mirë se ka mungesën e jashtëzakonshme të sistemit referimit, por njëkohësisht nuk ka nxjerrë konkluzionin dhe përsëritet në gabimin e vazhdueshëm, që normalisht imponohet nga drejtues, tiranokrat, si t'i quash tash. Këtu janë mësuar t'i quajnë autokrat, në fakt janë tiranokrat të vegjël, të një populli të vogël sigurisht, duke mos plotësuar as kushtin kryesor të autokratit, sepse sigurisht një shtet në autokraci është një shtet i stabilizuar, bie fjala nga ajo që konsiderohet pjesë e goditshme e rendit ose e raporteve që ka me mafjen edhe elemente të tjera që bëjnë pastaj destabilizim në këtë lloj drejtimi. Autokratët nuk e lejojnë këtë element. Pra janë tiranokrat, është një lloj tiranie e cila sigurisht lejon marrëzirat e mëdha për t'i kontrolluar me mënyrat e saj të korrupsionit dhe të marrëzisë, sidomos te subjekte të ndryshme politike. Dhe normalisht subjekti që bën më tepër zhurmë duke qenë raporti i shkëlqyer e themthojza të tiranokracisë është edhe Partia Demokratike. Kur të marrim në analizë në një moment humbje Partinë Socialiste, sigurisht do kemi fjalë edhe për atë, jo vetëm për korrupsionin, jo vetëm për faja dhe gabimet jashtëzakonshme, por njëkohësisht edhe për raportin që ka me shoqërinë, e ka bërë që të ecë përpara, po të kthehet mbrapa. Në fakt, është shumë e kollajt të merresh me një parti e cila ka bërë mbrapa, ka përçar, ka bërë pis të gjithë historinë e saj dhe njëkohësisht nuk e kthen xhiro mbrapa raportin që ka me kujtesën e saj për të krijuar mundësi se si çfarë ka ndodhur. Dhe e para që dua t'ju tregoj, video e parë që dua t'ju tregoj është zgjedhjet e famshme të 26 majit 1996 kur Berisha i shkatroi përfundimisht ato në Shqipëri. Njeriu që ka shkatruar zgjedhjet e lira në Shqipëri e ka emrin Sali Berisha. Ai që sot vërtet për votën e lirë është ai që ka rrahur njerëz në rrugë, ka rrahur gazetar, ka rrahur deputet, ka rrahur politikan, ka rrahur dhe gazetar të huaj. Ka nxjerr trupat speciale për të rrahur popullin e vet. Ky njeri e ka emrin Sali Ram Shiqere Berisha. Është njeriu që sigurisht ka marrë zvarr gjithë demokracinë shqiptare që nga viti 1990 dhe po vazhdon akoma dhe në 2025. Zgjedhjet e 26 majit sigurisht kanë 29 vjetorin, po shkojmë 30 vjet, që sigurisht bëjnë atë sistem referimi se kush është njeriu i cili i mësoi shqiptarët që nuk mund të ketë zgjedhje të lira. E para duke i shkatruar zgjedhjet, duke u zgjedh vetë në 97 në mënyrën më përbindshme, duke i rrahur, duke i blerë zgjedhjet, ai i ka mësuar, dhe pastaj akuzon për gjitha gjërat që i ka bërë akoma më keq vetë, në mënyrë tragjike vetë të gjithë të tjerët, sidomos Partinë Socialiste. Shikoni pamjet. Disa pamje nga ajo që ndodhi me protestuesit e opozitës. Ky që shikoni duke u rrahur e tërhequr zvarr në rrugë është Blendi Gonxha, në atë kohë shumë i ri në moshë, ndërsa personi që po goditet nga policët është Gaço Apostoli. Politikanët e opozitës u rrahën, por dhe fotoreporter të huaj. Dhuna ishte pasojë e masakrës elektorale që ndodhi më 26 maj. Me polici dhe grupe militantësh u kërcënuan dhe dhunuan komisionerët e opozitës, e cila u tërhoq nga zgjedhjet. Pas largimit të tyre, baterdinë e numërimit të votave e pranon dhe Berisha. I pat pamjet, besoj se shumica për jush i ka parë këta pamje. Ato tregojnë se kush është Sali Berisha. Pastaj diqte dhe gazeta, rrifte gazetar, Fustenburg gazetar. Fustenburg gazetar, ato që
pastaj formuan edhe gazeta tjera, formuan edhe shtyp tjetër. Sali Berisha nuk i bënte asgjë tjetër, vetëm se i futte në burg. Kritikohesh nga gjithë bota, sigurisht i thuhesh për shembull, shiko përsëri 40 zona zgjedhore dhe 17 zona zgjedhore nuk dëgjonte as kërkën, nuk dëgjonte Clintoni, nuk dëgjonte as njërin, dëgjonte vetëm veten, dhe çoi punën në luftë civile duke rënuar shtetin, duke pasuar pastaj me natë tjetër me gru shteti, duke pasuar pastaj me shumë element tjerë që sa herë humte, akuzonte të tjerë që kishin vjedh, duke ardhur në pushtete, duke hedhur nerë për korrupsion në Gërdecin, duke futur NATO me zor sepse po mos ta futshin NATO do ishte jashtë kontrollit tyre, dhe sigurisht pastaj duke vrarë edhe në bulevard 2011. Ky është Sali Berisha dhe këto janë pamjet. Besoj se i pat. Tash duhet të gjej edhe disa pamje tjera 2018 ku Eduard Selami, mas historive të 95-ës, i marrë një fjalim si Lulzim Bashës, njeriu më perfid, më të pazotin në historinë e kryetarëve të Partisë Demokratike, më të pazotin, është edhe më i pazoti se Tritan Shehu, i cili ishte një kukull. Dhe sigurisht që bënte edhe më autokratin, po themi, po tiranokratin, se sa vetë Sali Berisha. Dhe në sytë Sali Berishës, dhe në sytë Lulzim Basha, në 2018 po fliste Eduard Selami për statutin e partisë, zbatimin e tij dhe mungesat e jashtëzakonshme. Dhe i paralajmëron se çfarë do të ndodhte. Njerëz i vjedhin partinë e tyre, vjedhin votat e tyre, pastaj akuzojnë sepse të tjerët i vjedhin ata. Imagjino, këta vjedhin votat e tyre, këta sulmojnë selinë e tyre. Këtë ja paralajmëron një prej tyre dhe shumë prej tyre, dhe këta kanë hala në mënyrë tragjike, hala është në Shkodrançe, akoma në mënyrë tragjike, atë marrëzinë e tyre folk groteske, të akuzës ndaj tjetrit. Askërkush në Shqipëri nuk ka bërë më keq, më shëmtuar, sigurisht, më në shpartallim, më në zbatim të shëmtuar demokracinë se sa Sali Berisha dhe partia e tij. Po dëgjojeni çfarë thot Eduard Selami në 2018 në atë radunatën, në atë mbledhjen e jashtëzakonshme kongreset kuvendet e tyre. Dëgjojeni çfarë thot. U premtuam në mënyrë publike tek ju, dhe më dëgjoni një herë pasaj përshkëllajeni, keni drejtën tuaj, që janë antarët e Partisë Demokratike të cilët do ta votojnë me një antar një votë se kush do t'i përfaqësojë në Këshillat Bashkiake, se kush do t'i përfaqësojë në parlament. Nuk është në asnjë nen këtu. Dhe ajo çka tha ju Shkarazi që takojnë, nuk është kështu. Nuk është kjo e vërteta. Prap kryetari do t'i zgjedhë. Ai do t'i japi dhe pastaj do t'i ratifikojë. Do t'jetë lista e kryetarit prap. Unë e kam thënë dhe them, kjo do t'jetë lista, do të thot lista për emër statutin, vëlla, ç'pun ka lidhje me statutin. Dakor. Ju lutem koleg nderuar. Ti nuk do që mundike, unë s'kam dërmëntike. Sepse në 95-ën kërkuat ikjen time dhe u vajti aty ku vajti Shqipëria. Ky është prap momenti. Ky është momenti prap. Dhe unë po ju them që me këtë statut Partia Demokratike do të shkoj edhe më keq akoma sepse e ka kthyer Partinë Demokratike në shërbim të një njeriu të kryetarit. Zoti Basha, leadershipi nuk është pushtet dhe pozit. Leadershipi është vizion. Leadershipi është vlera. Leadershipi është moral dhe ndershmëri. Po, kështu që praktikisht asnjë nga ato premtime nuk janë mbajtur këtu. Dhe e dyta, më rëndësishme, ky statut nuk është statut i bashkimit. Ky është statut i përjashtimit. Është fyrje për mua si demokrat, që në dy nene, në nenin 27 dhe në 45, përmendet fjala përjashtim disa herë. Po ta mbani mend ju, një pjesë kryetare mund të jenë këtu, një pjesë kanë ikur zgjynjyer. Në prill të 16-s, kryetari Basha, duke e marrë vesh ata pa lajmërim, e morën vesh televizor, shkarkoi 22 kryetar degësh, pa asnjë sqarim. E morën vesh nga televizori. Si u hapi as telefonin. Ishe shkelje flagrante e statutit atëre. Tani s'do quhet më shkelje statuti. E ka me statut, i shkrin kur të doj. Për këtë proristi ju. Është për ta keq. Po mos mendoni që unë i drejtohem vetëm ju këtyre. Ju drejtohem dhe atyre demokratëve që janë dhe për jashtë këtu, shumicës heshtur, demokratëve dhe simpatizantëve dhe të gjithë atyre shqiptarëve, opozitar, të cilët nuk e durojnë të qeverisje që unë e kam quajtur me drejt më të keqen në historinë e Shqipërisë,
por fatkeqësisht ne nuk ju ngjallim shpresë. Pse s'ju ngjallim shpresë? Për këto arsye, se s'kemi shpresën të demokratit. Prandaj unë do të them, zoti Basha, tërhiqje këtë statut. Nuk është ky statuti. Mbaj premtimin, hape Partinë Demokratike, bëj analizën e humbjeve, ke 2 humbje rresht në më pak se 5 vjet, e treta për Partinë Demokratike dhe kjo punë do të vazhdoj. Në qoftë se ne vazhdojmë këtu, kjo punë vetëm do të vazhdoj. Ma mbani mend. Në mënyrë profetike në 95 do të ishte. Por e keqja më e madhe, kjo është për ju zoti Basha radhë parë. E dyta do të jetë Partia Demokratike do të mbjetoj nëse do të largohen të punë. Më dalim ke debati kryetarit për problemin e dorëheqjes. Unë ju kam thënë, nuk e di ku t'ja shkruaj, pa e le. Kur u bë debat punë e kryetarit? Humbëm në 13-ën, su bë analizë. Humbëm në 15-ën, su bë analizë. Humbëm në 17-ën, u premtua do të bëjmë një zgjedhje të shpeshtë, su bë analizë. U bë dhe unë futa në proces. Dhash platformën time. Zhgënjimi im vazhdoj sepse me gjithse unë dhash platformën time dhe i shtrëngova dorën zotit Basha dhe i urova suksese, fakte se që dini ju treguan një video aty, një video duke vjedhur votat tonë brenda nesh duke vjedh, dhe mund tjetë dhe ata që përtasin. As një mas nuk është marrë për ta. Pra ne, si mund t'jemi në Partia e Lirisë Demokracisë kur vjedhen votat brenda nesh dhe nuk ka qëndrim? Po nuk ka qëndrim. A doni ta bëni këtë si 95-ën deja vu? Bëjeni. Unë jam këtu për të treguar që kjo s'është rruga jo vetëm për Partinë Demokratike, nuk është rruga jo vetëm për të djathtën shqiptare që po e mban peng, nuk është rruga jo vetëm për opozitën shqiptare, po nuk është rruga as për Shqipërinë, as për shqiptarët. Ju falenderit. Besoj e dëgjuat. Ja këtë thot. E paralajmëron. Të gjitha gjërat të cilat sigurisht janë paralajmërume. Nuk e di a keni respekt apo s'keni respekt për Eduard Selamin, po sigurisht nuk mund ta barazosh me Sali Berishën dhe as me Lulzim Bashën, për sa i përket perfidjes, marrëzisë politike të dy njerëzve në skaje të ndryshme të njëritari, po me po të njëjtën marrëzi. Sigurisht as Lulzim Bashën nuk mund ta krahasoj me Sali Berishën, ai ishi pa krahasueshëm. Po themi është një produkt i shëmtuar i tij, i jashtëzakonisht i shëmtuar i tij, dhe prandaj doli edhe me rezultatin që duhet dilte, bile shumë ka marrë sipas me në votat e 2025-s. Besoj e dëgjuat. Çfarë tjetër do t'i paralajmërosh demokratët e famshëm? Dhe po ashtu siç bënin 95-ën, siç kapnin në hu, i nxirrin për jashtë me shqelma, po ashtu përtipnin edhe në ti e Ramës, ti e kështu, ti e ashtu tradhtar, jeni të shitur, jeni demoloj njëri tjetrin në këtë rast. Dhe sigurisht do ketë, sepse ka një elektorat të tillë. Ky elektorat rrudhet, po mbetet aty. Është 20%, 30% e Shqipërisë që mendojnë po si Sali Berisha dhe po si këta tipa, që unë i them majmunati, që nuk kanë për të ndrequr kurrë. Ato i ndreq vetëm një diçka. Raporti i mirë që duhet të ketë, pozicioni tjetër dhe dalja e forcave të reja politike për të mos i pasur kurrë me vete njerëz të tillë. Kush i ka shkuar Sali Berishës mbrapa dhe ka duar trokitur e uluritur për të, sidomos në kohën e sotme, nuk duhet bëj pjesë në asnjë lloj partie politike në Shqipëri, nuk duhen pranuar, sepse janë njerëz kundra demokracisë, në shpërdorim të lirisë, kundra perëndimit, kundra urbanitetit, kundra qytetërimit. Dakord, miqtemi, mjafton të dëgjosh fjalët që ju është thënë këtyre në kuvend kombëtar. Dhe nuk është hera e parë, prandaj them që këta nuk kanë sistem kujtese. Ju ka mbaruar kujtesa. E sa fjalime të tjera ka nga demokrat që i kanë paralajmëruar. Por këto mbeten partia e linçimit. Partia e vetme folk bolshevike. Ajo që do desha ta mbyll dhe do ta mbyll në këtë lloj mënyre se kjo parti është e vetmja që çon 2 ish komunist e vetmja në Evropë. Që çon 2 ish komunist edhe në 2025-ën në një kuvend demokratik. Sali Berisha dhe Tritan Shehu janë 2 ish komunist viteve 70, Sali Berisha i 68-s, po Tritan Shehu që ma nxjerrin të persekutuarin e
nuk e di se kuje, kupton? Nejse, persekutuar, ta dalin gjithë persekutuar, kur del Sali Berisha i persekutuar, se mos dalin tjerët. Fundit Tritan Sheu, Masar Sheu është shumë më i persekutuar se sa Sali Berisha vetë. Por nuk janë persekutuar, janë komunistë, stërkomunistë, dhe vetë këta janë komunistët e fundit në Evropë. Imagjino çfarë partije është kjo, që ka 2 ish komunista që janë komunista dhe sot e kësaj dite në kuvendin e Shqipërisë në 2025. Këto vetëm partia demokratike, folk bolshevike e Sali Berishës dhe e shqiptarëve mund t'i mendojë dhe t'i realizojë. Dhe ja i ka realizuar. I ka nxjerrë të 2 në kuvendin e Shqipërisë, i cili do formohet në shtator, nuk e di. 2 komunistë të plot, 2 antarë të partisë punës së Shqipërisë. Mori hoqën socialistat, mori hoqën gjithë partitë e tjera. Partia Demokratike i kanë kryet saj. Partia Demokratike është partia e vetme bolshevike që ka e gjithë Evropa lindore dhe perëndimore. Janë njerëzit më, çfarë të them tash, gati e nxora nga, po nuk mund ta bëj se është turp. Është turp edhe për ata si individ, por është turp edhe për mua që ta them edhe turp për shoqërinë tonë. Po që janë mizerabilitete, është varfërie jashtëzakonshme politike e shëmtuar. Kjo as që ka dyshim dhe as që duhet menduar në të kundërtën. Ku në 2025-ën 2 komunistë, njëri i pranuar në 68-ën, tjetri nuk e di, po që merrte iniciativa po në 68-ën, dilte në fotografi me Enver Hoxhën, Ramiz Ali, për të shkatëruar kisha dhe xhamia, ishte kaq i persekutuar, djali i Masar Sheu, që ka qenë një gazetar, ka qenë një njeri për mua i nderuar, pranë Enverit edhe pranë Ramizit, kaq i persekutuar ka qenë. Imagjino ti isha armik i popullit, sa ti mund dilje në fotografi mes Enverit edhe Ramizit. Kaq të persekutuar kanë qenë këto. Po lëre këta, po që janë komunistë, janë antarë të PPSH-s. Edhe vazhdojnë të mbajnë fjalime, të japin leksione demokracie, Tritan Sheu me Sali Berishën japin leksione demokracie tjerëve, duke qenë antar të partisë punës Shqipërisë. Nuk ka ku shkon më keq edhe më turp se sa kaq. Në 2025-ën, këta janë alternativa politike përballë Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Imagjinoni çfarë duhet zgjedhin njerëzit midis Sali Berishës dhe Tritan Sheut, po themi antar të Partisë Punës Shqipërisë, edhe atyre kudo që të jenë. Dakord? E fundit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, Mark Rubio dhe shumë të tjerë atje i shpallën luftë Harvardit, qendrës universitare e cila sigurisht me ato 3 miliard dollar të dhënë nga Shteti Federal, edukonte edhe mbante në gjirin e saj, jo vetëm kinezë dhe nga forca më të ndryshme, të anti-Amerikës që edukoheshin në Amerikë, pagunte Amerika njerëz, sidomos nga Kina, për të bërë punën kundra Amerikës dhe të marrin shkollën falas nga Amerika. Jo vetëm nga Amerika, po nga India, nga kudo në botë. Universitete që ishin kthyer në vatra komunistësh, ultramajtistësh, woke, teori dhe praktik, sigurisht njerëz të ultramajtizmit që mbi çdo gjë vendos genderin, mbi çdo gjë demokratike, mbi familjen vendoste situatën gender, patjetër ishte shumë më i nderuar po të ishe gay se sa njeri normal, ishte shumë më i nderuar po të ishe 2 gay se sa një familje burrë dhe grua me fëmijë. Në mënyrë të tillë, ky universitet sigurisht kishte bërë gjëra të tilla. Kishte prodhuar individ të cilët janë vërtetuar që kanë qenë kundra Amerikës kudo që kanë shkuar edhe brenda Amerikës. Ishin kundra lëvizjeve nga më të ndryshme, protestonin në gjitha mënyrat duke ngritur teori ultramajtise, duke i rënë ndesh të gjithë atij suksesi të jashtëzakonshëm që Amerika ka bërë në kapitalizmin e demokracinë e saj, sepse kështu i donte mushka drut dhe ky universitet në këtë vijë dhe në këtë deregje kishte shkuar.
ju apren fondin, dhe tash i thonë, nëse do të ktheheni mrapsht, ose kthehuni mrapsht ato studentë, sepse ne nuk paguajmë para për të ndërtuar individ, struktura politike dhe ekonomike kundra Amerikës, që nuk duan Amerikën, duan ta shkatrojnë Amerikën për ditë. Po kështu edhe individ që punojnë për të ndalur Amerikën, për ta demaskuar atë, për të punuar kundra Amerikës, edhe marrin viza. Jo vetëm në Kinë, po kudo në botë. Ndoshta do ndalohen edhe këtu në Shqipëri. Njerëz që ndalojnë vizionin amerikan, që ndalojnë portale amerikane, që mbyllin demokracinë amerikane, që e luftojnë demokracinë amerikane, që bashkohen gati me terroristët, duke sharë Amerikën. Edhe këtyre s'ka për t'u dhënë vizë. Pra, në një farë mënyrët, po shkon edhe strategjia e zgjerimit të veprimeve të administratës Trump edhe në këtë lloj drejtimi. Edhe sigurisht që edhe unë jam dakord. Jam dakord sepse Amerika nuk mund të paguajë para për të ndërtuar anti-amerikan. Kështu shpjegohet edhe veprimi që po bën administrata Trump, presidenti Trump, dhe sidomos sekretari Rubio, jo vetëm thjesht me Harvardin, po edhe me pengimin e vizave njerëzve të tillë. Amerika nuk mund të marrë më me të mirë, të edukojë, të paguajë për njerëz të cilët janë kundër Amerikës. Ky është leksioni dhe kështu ka për të vazhduar dhe kjo është e drejta. Amerika nuk mund të harxojë, taksapaguesit amerikan nuk mund të paguajnë dollarët nga xhepat e tyre për të rritur, për të mbajtur, për të fërkuar, për të paguar, për të mbajtur frymën anti-amerikanëve kudo në botë. T'i kenë edhe brenda, të sabotojnë punën edhe brenda për brenda Amerikës dhe të shpërndajnë edhe në botë të luftojnë Amerikën ekonomikisht, politikisht, strategjikisht, bile dhe ushtarakisht. Bile të ndërtohen dhe të merren me të mirë edhe terroristë. Njerëz që sigurisht janë intolerant, jo vetëm me kombet, po janë intolerant me Amerikën vetë, që interpretojnë në mënyrë të gabuar të fajshme demokracinë amerikane dhe e keq përdorin atë kudo që shkojnë në botë. Dakord miqtë mi, ja këtë desha t'u sqaroj dhe besoj se bëra mirë, sidomos në pjesën e parë të emisionit, kur thash që humbja kujtesës dhe mungesa e sistemit të referimit në politikë, në të sotmen, e sidomos në atë pazarin e media si bëhet në Tiranë, sidomos në stacionet e mëdha, me njerëz që merren jo vetëm me të sotmen, po vetëm me interesat e tyre të ngushta, duke mos e parë politikën si mjet për të rregulluar vendin e tyre, për të kontribuar në vendin e tyre, po për të fituar vetë për vete, e bën Shqipërinë jashtëzakonisht keqe. Thjesht dua që ky element të ndryshojë dhe thjesht po i vjen koha që të ndryshojë. Nuk kanë për të pasur më parime kaq të padiskutueshme elemente të tillë, të stacioneve të tilla. Jo, sot po i luftojnë shumë individ cilët janë me mua dhe jo me ata. Shumë individ cilët janë zgjuar për të kuptuar që historia nuk është tani për tani dhe përfitimi tani për tani, po është për të parë se çka ndodhur më përpara, për të përvijuar në mënyrë të drejtë, demokratike dhe të lirë në të ardhmen. Dakord miqtë mi?